E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë videon e radhës. Shumica për jush më keni pyetur Tiron pse nuk flet për Luizin, çfarë ndodh me Luizin, çfarë bëhet nga Luizi, a ke ndonjë informacion, dhe me patjetër që unë kam investiguar, kam pyetur, jam interesuar si ma ka punën Luizi, çfarë bën Luizi, si është Kiara, çfarë po ndodh mes tyre, çfarë isish do të kemi, etj, etj. Fillimisht njëherë, familja është goxha mirë. Është shumë e lumtur, është familja e vërtet në fakt që lindi në Big Brother dhe që vazhdoi pas Big Brotherit, është shifti i vërtet që na dhuron emocion, që na dhuron dashuri, që ditën na bëj për vete çdo ditë. Luiz Eli është duke punuar, pa marrë parasysh që shumica kanë preferuar që të pushojnë, të ikin jashtë vendeve, të lënë punën, të relaksojnë veten, të qetësojnë veten. Luizi ka përzgjedhur që të jetë besnik në rrugtimin e punës së tij. Luizi është duke punuar një projekt jashtëzakonisht të bukur me Ermin Ibrahimi, një djalë i muzikës orientale apo i njohur si Tallava, por me një vokal të jashtëzakonshëm, do me thënë një djalë në dimensione jashtë toksore, unë do ta kisha thënë, një kombinim që në fakt e di që do të pritet me shumë dashuri dhe një stil muzike që i ka munguar tregut, do ta kisha krahasuar që në këngën origjinali që nxori Aurela Gaçe që preku të gjitha vendet e botës, mendoj që Luizi do të jetë një rikthim i bukur dhe një forcë e madhe për të gjitha ato që duan ta ndëgjojnë Luizin dhe duan të jenë pranë Luizit. Luizi është duke punuar një projekt, është duke punuar një këngë që do të vi me shumë kënaqësi dhe do të duartrokitet nga publiku shqiptar. Por tjetër gjë, çfarë punon Luizi dhe si shkon puna me emisionin? Nga informacione që kam arritur ta kuptoj, do me thënë emisioni do të transmetohet dhe do të realizohet në televizionin Top Channel. Autori i këtij emisionit nuk është televizioni Top Channel, por është Luiz Eli, më thënë Luizi është autori i emisionit dhe mendoj që do të jetë një nga emisionet më të bukura, një nga late night show që do të na tërboj të gjithë dhe do të kënaqemi me këtë energji të bukur që do të na dhuroj Luizi. Do me thënë, e kanë duar trokitur shumë, e kanë pritur me shumë krenari dhe studioja televizive, studioja gjigande e emisionit është duke u përgatitur. Me thënë, në muajt e parë, shtator, tetor, Luiz Elin e kemi në Top Channel. Emisioni nuk do të transmetohet tani gjatë sezonit veror, sepse tani çifti do të jetë me pushime, Kiara vetëse i ka filluar, Kiara do të jetë përsëri do me thënë në Portokalli, pritet që do të jetë në Big Brotherin e ardhshëm përsëri në Fan Club sepse ka patur një sukses të jashtëzakonshëm, por gjithsesi do me thënë çifti është duke punuar që të dy të rikthehen fuqishëm në televizionin Top Channel. Do me thënë nga të dy kemi se çfarë të shohim.